Admiro, për çka ke studiuar? Unë kam studiuar për ekonomik. Kam marrë për bachelor ekonomik dhe master për financë. Ndoshta i detyru ta bëj këtë. Babai ka qenë biznesmen, i çove përpara bizneset e babait apo falimentove? Unë fakt nuk ishte primarja me çu përpara bizneset e babës, sa ishte me çu emrin e babës. Edhe ajo ishte piknisja ime, që emrin e Gjovalinit ta mbaj, po mujta me rrit, faleminderit. Dhe referu kësaj unë, biznesin e Gjovalinit, që m'la Gjovalini, unë i kam shumë përpara. Dhe them me krenarite. Pas kanë rënë shumë halle për i herë, të rris një motra dhe vllajin, të çojë përpara biznesin, shumë iri. Edhe të kanë pjekur, besoj. Po, më kanë pjekur para kohë. Kanë pjekur shumë para kohë. Saqë ka momente që më mungon fëmiria, më mungon. Pra, gjëse më lejon, i bleva djalit një PlayStation, edhe e kam 6 vjeç, edhe më tha babi, do luajmë bashkë ditë, edhe ula duke luajtur me djalin. U fokusova kaq shumë te ajo, saqë sikur po luftoja me djalin për me fitu unë. Arsyeja cila ishte, me veten, duke qenë se më kanë munguar lërat e fëmijërisë. Për shkak të halleve, me nënën 8 vite në spitale, pas 8 viteve ndroi jetë. Pastaj u detyrova me shku në familje sepse babi u merr me politikë, me animu ke biznesi. Pastaj mas 3 viteve babi ndroi jetë, u detyrova t'i bëja vetë gjitha dhe dashje pa dashje, unë kam lind i rritur, ndoshta. Shiko, kam idenë që humbjen e prindërve e ke përjetuar në mënyrë dramatike, por vdekja edhe të forcon, ka njerëz, po se pate karakterin e fort, të rrëzon. Ka të tjerë që ju forcon. Si duket të ty ka qenë ajo e malsorit që i ke dalë në balë. Po, ishte kjo e malsorit, po ishte edhe emri i madh i Gjovalinit, i cili nuk më la, ose më saktë nuk duhej unë të dorëzohesha, sepse thoja Gjovalini bëri gjithë të që bëri ka pas një arsye dhe unë do ta vazhdoj. Edhe kam vazhduar deri këtu. Shiko, nuk është e lehtë të jesh i majt në veri, sepse në përgjithësi është i djathtë. Gjovalini të la, se thonë është një fat i madh kur baba nuk të lë hasëm dhe borxhe, s'të kishte lënë asnjë nga këto, por të la një trashëgimi politike pak të sikletshme. Dhe mendoj që në përgjithësi kur je fis i madh të gjuajnë që të gjithë partitë kanë qef të merret politika me ty. Merret politika me ty. Ti e pati të kollaj të zgjedhjen me krahun e majt? Unë në fakt jam rrit me frymën politike në shtëpi për Gjovalinit. Edhe fryma politike ka qenë e majt e Gjovalinit gjatë gjithë kohës. Por unë e kisha shumë të lehtë vendosje në fakt të Partia Socialiste sepse i përkas krahut majt. Ama duhet të them vetëm një që nuk i nisem i këtij parimi që veriu është i djathtë apo i majt. Lezha sot unë mendoj që është e majt sepse ka burra, ose më saktë është me frymen. Po ikën këto ideologjitë majtas, djathtas, po e shoh çdo ditë, ne kemi çuna dhe goca të mirë që nuk i shohin më si karton partie, si ngjyrat. I shohin si individ shumë të mirë, shembullor në qytet dhe besojnë që do bëjnë diçka të mirë. Në qartë. Ndërkohë kemi një qytet i cili ka një kryetar bashkie të Zotin, Zotin Breu, por ka edhe zona të sikletshme, Laçi, ka votuar gjithmonë djathtas. Mirdita herë majtas, herë djathtas. Sipas individit. Po, pra, sipas individit. Ke një lloj vështirësie në këtë operimin në këtë? Unë po bëj pak kohë që jam në terren në fakt. Edhe e buka e gjithë terrenit tim është që njerëzit po më presin. Që do të thotë, është në dorën tënde se sa ti mundesh ti marrësh votën atij zotërisë. Kur të pret, ai që nuk do me të votu nuk pret edhe e ke të mbyllur. Por ai që të pret do të thotë që ti do të komunikosh me ta. Dhe gjatë komunikimit tim, unë kam kuptuar që asnjë nga njerëzit nuk kërkojnë
diçka që si ju takon. Të gjithë kërkojnë atë që ju takon. E unë funditës për këtë jam. Admirë, ka një lloj burriet që kur thonë që do ta jap votën, do ta jap, dhe kur thonë që hajt më tash e shohim. Politika, në fakt, politika këto vitet e fundit, mendoj se i kanë ndërgjegjësu njerëzit dhe shkojnë drejt burrnis, drejt fjalës mbajtur, besoj atë që po thua. Dhe duke qenë se po shkojnë drejt asaj në zonën tonë, besoj që po të thanë po, e ke po. Po të thanë jo, është jo. Nuk e kam qartë, juve jeni të stacionuar, do më thënë, vërtet ka 5 deputet qarku i Lezhës. 7 total. 7 ka qarku, po. 7, 4 më 3 janë datën me kaluar. Juve jeni të stacionuar me një qark me një rreth bashki, me Mirditën, me Laçin apo me Lezhën, apo punoni në gjithë zonën dhe votat që mblidhni ju nxjerrin? Po, atëherë ne jemi, 7 kandidat jemi njësoj në gjithë qarkun, sepse kemi lidhjet tona dhe mund të bëjmë fushatën në çdo cep të qarkut tonë. Se për shembull unë jam mirditor, origjina ime është nga Oroshi i Mirditës, po jam lind dhe rrit në Lezhë. Dhe unë mund shkoj në Mirdit, takoj lidhjet e mia, njerëzit që më njohin mua për favërim, bravo, dhe mund ta bëj fushat. Ama ne kemi një përgjegjësi politike për zonat caktuara, që do të thotë, unë si kandidat jam në Lezhë, po kam një farë përgjegjësie politike për X zonë, siç ka një kandidat tjetër në Laç, apo në Mamurrës, apo në Mirdit. Pra kemi përgjegjësinë politike për zonat caktuar dhe lirshmërinë politike për të marrë vota në çdo cep qarkut tonë. Ndërkohë, ju ka lehtësuar në një çik punën kjo puna e qeverisë në 4 vitet e shkuara. Për shembull, unë kam qenë në Lezhë historikisht, vija në Lezhë, dhe më thonë drejtën shikoj ndryshime. Në Lezhë, në Shëngjin, nuk kam hyrë në Tallësin Mirdit, më thonë drejtën, më duhet shkoj. Por kam parë ndryshime këtu. A ka ndryshime thelbësore dhe a do reflektohet kjo në votë? Po, në Lezhë ka ndryshime, janë bë punë, janë lanë pra punë pa bë, ka dhe një arsye që ne ndoshta na i pengoj pak punët, ishte edhe pandemia, ishte edhe tërmeti, ato projekte që ishin disa u pezulluan, se për shembull ne kemi rastin e Lezhës, ka qenë një investim për të bërë kanalizimet dhe është shtyr 3 vjet nga çështja e pandemisë, se sot mund të ishte përfunduar edhe ujësjellëset në gjithë zonën. Ka punë që janë bërë, jena korrekt, na presin njerëzit prej këtyre punëve, por njerëzit gjithmonë kërkojnë më shumë. Njerëzit gjithmonë kërkojnë diçka më shumë, edhe me drejt tyre. Shiko, ke përballë ti, por edhe vetë Partia Socialiste, po unë kur them që ke përballë, them për këto të listave të hapura, se betejën faktikisht e kanë ata të listave të hapura, keni përballë 2 figura pesha të rënda të Partisë Demokratike. Gjek Markajn edhe Gjingjonin, të cilët unë i njoh që të dy, dhe janë vëndali, sidomos Gjini është me origjinë mirditor, kanë lidhjet e tyre, kanë bërë ndere në atë punë e tyre, plus që kanë edhe një favor. Herën e fundit u da 4-3 në favor të PD-s. Si duken bathot këtë radhë? Okej, tani do bëjmë dhe politikë. Agroni, edhe unë i njoh të dy, Agronin edhe Gjinin. Edhe të bësh politikë në Lezhë, vish që kërkosh votën në Lezhës, nuk duhet vish që kërkosh një herë në 4 vite. Si Agroni, si edhe Gjini, tani që ka koha fushatës kanë ardhur në Lezhë. Ti banon në Lezhë? Unë banoj në Lezhë. Unë jam lind, jam rrit dhe banoj në Lezhë. Si unë gjithë tjerë. Nuk du t'i hyj se Jo, shumë e rëndësishme kjo. Kjo është shumë e rëndësishme, Ka shumë deputet që zgjidhen diku po shkojnë t'i kanë në Tiranë. Bravo, okej, perfekt. Por ama janë figura me peshë, por vendet tona, terreni jon, duan t'i takosh njerëzit. Duan t'i shohësh në sy, jo vetëm një ditë. Duan t'i shohësh çdo ditë. Për shembull unë në Vaki, mendoj që paktën për një javë unë mund shkoj në 12-13 Vaki brenda javës. Ka 2 ditë i bëj, shkoj pi kafe në Vaki. E në fakt për mua nuk gjykon keq edhe sot që jam në fushat,
që thonë o erdhi për fushat, sepse unë e kam bërë njëkohësisht gjatë kohës. Pra ma unë sot i gjoj, ku shkon Agroni apo Gjini duke pi një kafe në Vaki sot, vret edhe pak keq, se po vjen për fushatën. E thash gjithë të, sa to janë të dy burrat në rum, burrat mirë si individ, ama politikisht është e gabuar, sepse ky është fakt. Politikisht ti nuk mundesh një herë në 4 vite t'ju thush që shiko unë jam ky i mirë. Jo. Ato duhen çdo ditë nga pak. Çdo ditë nga pak afër njerëzve, afër banorëve, që të respektojnë. Miqtë e babait, trashëgove? Po, kjo ishte lufta më e madhe imja, sepse e kisha si sfidë, më dukte sikur e kisha përgjegjësinë për ata. Edhe isha i detyruar ti trashëgoja me kuptimin e marrëdhënies me to. Pra me festa, me data caktuara, qoftë edhe për ditëlinje, unë kam shkruajtur mesazhe, me kafe, pa dash ti rëndoj, dhe pa dash t'ju dukem sikur po ju vi me zorë si miqtë e babët, po ju kam nejtë edhe gati, kur kanë pas nevoja, se Gjovalini në Lezhë ka pas i vetmi deputet që ka pas zyrën e deputetit që kishte 2 herë në javë takime. Masi Gjovalini ndroi jetë, atë zyrën e ktheva zyrën e biznesit. Po njerëzit ishin mësu se zyra e deputetit dhe vinin aty. Edhe pastaj me kjo siklete e djali Gjovalinit, po më nimo këtu, po më nimo aty, po më nimo këtu, po më nimo aty dhe e majta këtë marrëdhënie. Ke punuar më përpara, domethënë. Sigur i kam ndihmu pak veten. Admir, zgjedhja e Edi Ramës ishte që ra mbi ty? Nuk mendoj që zgjedhja e Edi Ramës. Ishte një zgjedhje që ne aplikum të platforma, edhe patjetër Partia Socialiste bën sondazhe. Bën vazhdimisht sondazhe, mendoj unë, edhe sipas informacioneve që kam, edhe një ndër ata që kam qenë i rënkuar mirë në sondazhet, kam qenë edhe unë. Kjo ishte, domethënë, funksionoi platformat e këtu? Besoj që funksionoi platforma. Patjetër që ka edhe... sepse unë nuk kam pas kontakt direkt. Janë edhe pastaj merren opinionet e seksioneve, çafisi është andikim ka opinioni i qytetit për ta. Okej, kjo do të bëj ty që të jesh një yes man i Edi Ramës, apo domethënë ushtar. Ushtar nga ata që s'ju merret vesh, që kemi dëgjuar ndonjëherë, apo do jesh ushtar i Lezhës? Okej, të dyja këto duken tash në fushat duken sikur po, unë ushtar i Lezhës. Jo, unë jam ushtar i drejtës. Unë jam ushtar i ca njerëzve të cilët ju kam nejt afër gjithmonë, por gjithmonë me drejtën e tyre. Ushtar i individit unë nuk jam. Unë jam ushtar i frymës, jam ushtar i një vendimi të mirë për vendin ku unë rri, dhe për vendin ku unë du t'jetoj fëmija im. Jam ushtar i kësaj gjithë jetën. Ushtar i individit unë nuk jam. Edhe Rama vetë, jam i bindur, që nuk e don këtë, s'ka nevojë për ushtar të bindur Ramës, ka nevojë për ushtar të bindur të frymës tij që po na jenë për është krijuar një ide që në Partinë Socialiste nuk flitet, në fakt flitet, po thjesht nuk bëhet publike. Jo se nuk i flasin Ramës, Rama nuk është njeri që nuk reflekton në fund të llogarive. Shiko, kam një dilemë të juve djemve të rinj që vini, tani djalë do të quajsh. Patjetër. Je ende i ri, pavarësisht se hallet. Kena këtë problem të shikimin e brezave. Të kanë në hallet. Mbi kokë, si e mendon ti të ardhmen e Lezhës? Qa probleme ka, qa mendon që duhet të ketë më mirë? Shiko, me thënë të drejtën, unë kur isha në Shëngjin, vajta në vajin, vajta edhe me gomone, nga përpara, vajta për peshk, jam qefli peshku. Vajta edhe nga rrugët, dhe me thënë drejtën, nuk i kishte lënë gjë mangut Miamit. Me një ndryshim që Miamit ha krokodili, aty s'tate krokodili. Me klubet mrekullueshme, ndërtime, rrugë, më bën edhe një përshtypje diçka zona e Lezhës, ndërtimet i ka të pastra, nuk i ka që i kërcej njeri tjetërit, ndoshta vjen kjo se kanë rujt pronën, kufit e pronës. Pra, është bërë bukur. Qa mund bëhet edhe më bukur? Pjerin më thoshte dikur që mu më ka gjetë belaja, se në shpinë kam kalan që se prek tot, djathtas kam UNESCO, majtas kam zonat e ruajtura, e me gjithat e Lezhë e kërkon një diçka. Lezhë e kërkon një zonë 3 ndërtimore, një.
për ta zgjeruar Lezhën, për t'ju dhënë një mundësi investitorëve se ku mund zgjerohet Lezhë. Nuk mundemi më që të vim edhe të marrim ca toka ku mund të ketë afër qytetit, edhe hajde të ndërtojmë aty. Jo, ne duhet të kemi një zonë të re zhvillimore, ndërtimore që të vinë dhe të investojnë. E para. E dyta, jam shumë tifoz i ndërtimeve të larta në Bregdet. Do kishin dhënë një bukuri. Do kishin dhënë një bukuri dhe edhe infrastrukturën do të ishte shumë më mirë me ndërtime më të larta se sa të zgjeruara. Kapacitetin nuk është, do ishte më mirë që të bëhesh një zonë me ndërtime të larta dhe një me vila të ulta. Për ta ndarë, kjo është ideja. Ti ndaje një zonë poshtë për ndërtime të larta dhe lere malin që të bëhet me vila të ulta. Zonën që fillon nga porti Rana Hellun. E dyta, ne kemi zonat pa zhvilluara në Bregdet. Kemi rreth 15 kilometra vi bregdetar në zonën e Adriatikut, të cilën sot nuk shkon një njeri me pa plazh. E vërtet është. Pse du t'i fokusojnë? Analistët janë bërë llapaqen, por nuk e kanë idenë që janë me mijëra kilometra. Me mijëra kilometra. Me qindra se. Okej, ke drejt, përse na duket 15 kilometra ka zona e Adriatikut. Plazh i pashkelur, i virgjër. Me një investim të vogël, aty ty mund t'i japësh mundësinë që rreth 30.000 vetë punësohen nga këto investitorë që do vinë bëjnë hotele. Të duhet t'i shpërndajmë, apo plazhin e Talës. Po bëhet një plazh elitar, në fakt, sepse kështu e kanë vendosur që do jetë plazh elitar i zonës Talës me 4 kate, jo më shumë, pra të jenë standard. Kemi për shembull Kurbinin, marrim Laçin. Mund zhvillohet zona edhe me turizmin religioz. Kemi kishën e Laçit. Po. Kisha Laçit shkojnë gjithë. Gjithë Shqipëria, kryshterë, mysliman gjithë, bashkëtesa fetare është në kishën e Laçit, shumë e theksuar dhe shumë e bukur. Pse mos japim mundësinë atje të zhvillojmë agroturizme me hotele në Bujtina që njerëzit shkojnë edhe flejnë aty afër. Italia ka shumë përhapur për qendrat fetare. E ka shumë përhapur. Apo kemi zonën e Mirditës që është një zonë e thellë, malore, ku gjithë secili e ka nga një periudhë, e ka nga i kull të vjetër. Atë japim mundësinë kullave të vjetra, ti kthejnë agroturizme dhe banorët e zonës do mbjellin dikush domate, dikush një frut, një perim tjetër dhe jetojnë gjithë, ekonomia vendase. E vërtet, bile neve mund të shfrytëzojmë edhe kullën e Oroshit, edhe nga Oroshi, kullën e Bajraktarit, sepse nuk ka shqiptar që nuk e njeh që Bajraktari i Mirditës, që se ka ndëgjuar një herë, Oroshin, kullën e Bajraktarit, Mirditës, etj. Bile është një djalë aty, ka bërë një agroturizëm në Kanu, i cili ende nuk po merri shkredhja të publicitetin e duhur. Ka nevojë për mbështetjen tënde, ka nevojë për mbështetjen time, nesër po bëra deputet, sepse është ndryshe vetë, ndryshe ku ne që bëhemi persona publik. Pra, kjo është ajo që duhet bëjmë. Ne këtë frym ose më saktë unë personalisht vetë, me këtë duhet merrem me lov, me njerëzit, sepse janë gjëra shumë të vogla që mund të bëjnë diferenca të mëdha. Shiko, unë nesër deri uroj që ti jesh deputet dhe mendoj që çdo deputet ka më tepër qasje se sa një gazetar. Mund të flas gjithë ditën dhe del një deputet flet vetëm 5 minuta dhe ka tjetër qasje ndaj publikut. Dhe vërej që deputetët shqiptar në 90% të rasteve nuk bëjnë reklam për agroturizmet që kanë në zonat e tyre, dhe kjo është një defekt i madh. Është defekt i madh, ndoshta vjen edhe nga kjo që nuk e njohin biznesin, nuk e njohin ose ndoshta nuk njohin terrenin. Vinë njerën 4 vite. Marrin votën, vinë njerën 4 vite. Dhe ne që jemi atje çdo ditë, ne prekim me dorë. Unë sot ditë të them në çdo zonë se çfarë problematika kanë. Dhe çdo zonë me problematika që kanë, i kanë gjitha ligjore. I kanë gjitha ligjore. Unë uroj që në të ardhmen të paraqisni, sepse Lezhë, ajo pjesa Malësia në Shkodrës që lidhet me është një zonë e mrekullueshme për të zhvilluar edhe bujqësinë, edhe blegtorinë. Shpresoj që në të ardhmen të bëni zë në këtë drejtim.